ka qenë mënyra se si ka operua ai për gjatë gjithë kohës. Sepse edhe vjen nga kultura e tij si komunist edhe nga natyra e tij bayraktar. Po pra, po ndryshe do ndodhte nëse do kishim një lider demokrat në kuptimin e mirë të fjalës, tolerant, mendje hapur, dashamirë politikan, po duash dhe mbush shteti, të vërtet. Që të ishte pozitiv për vendin. Ai do mirë modelet më të mira. Kush janë modelet më të mira? Është filani. Këta do jenë ekipim, dhe këta do prezantojmë. Ai zgjedh modelet më të këqija. Njerëzit që kanë vese, njerëzit që janë hajdut, njerëzit që kanë qenë bashkëpunëtorë. Dhe tek tuk pastaj fut edhe ndonjë model të mirë, për të thyer një imazh. Dhe me ata pastaj ata i ka kështu dorë të dy, dorë të tre, domethënë thjesht se i duhen, jo se i do. E njëjta unë këta pata parasysh. Si Ali Mehmeti dhe në vende të tjera, sepse ti thua do fitoj. Dhe të çosh në Gjirokastër, personin në fjalë që unë e përmenda më parë. Domethënë, kur ti do, se që të fitosh do të thotë të shtosh mandate. Nga 1 ta bësh 2. Nga 3 ta bësh 4, nga 4 ta bësh 5. Garantoj Tritan se jo me dal vetë nuk merr vota në Gjirokastër. Po s'ka marrë ndonjëherë dhe brenda strukturave të partisë. Strukturat e partisë nuk e kanë votuar kurrë. Kurrë asnjëherë. Edhe nëse të kalojmë tutje. Tash problemi është jemi para një gjendje që de facto sot ne nuk kemi një opozitë. Që ti bëj presion shtetit. Shoqëria civile e diskutuam, çfarë do të ndodhi lëndë? Roli detyra e opozitës është jo thjesht i bëj presion. Detyra e opozitës është ta kontrolloj shtetin, ta kontrolloj qeverisjen, të bëj natyrisht denoncimet e radhës, por mbi të gjitha të japi alternativën. Të japi alternativën se si do bëhet më mirë që njerëzit të shkojnë si shpresë. Mirë, po që të japësh alternativën, kjo nuk mjafton, se kur themi alternativë do të thotë ekipi me cilin ti do bësh ndryshimet, a ka kredibilitet ky ekip? Apo është heq një grup hajdutësh dhe vëm një grup tjetër hajdutësh, me pretendimin që ata kanë vjedhur më shumë se ne kur kemi qenë në pushtet. Po, edhe kjo është Landi mu më habit një gjë. Ore, po ne kemi 12 vjet pa pushtet, jemi pa punë. Po pse më zyrë punë është partia? Pikërisht, edhe kjo e ka bazarduar, thashë nuk ka krijuar. Kjo është pa imagjinues, jo edhe njerëzit, këto që janë demokratë, jo njerëzit që votojnë. Ore, ne kemi 12 vjet pa punë. Po mirë pse ti pret që të ndrohet pushteti që të morësh punë? Që thoni ju. Domethënë kjo është koncepti që pastaj ti shkatërroj gjithë administratën se merr të tujet dhe pra ne kemi ne këtë administratë që nuk zëm stabilitet. Kemi bërë një shoqëri partitokrate. Kjo është një anë, pa ana tjetër është deri në 2021, diçka thonin aty në PD. Kur unë thoya po mirë pse s'punoni, mo ç'a bëhet kështu? Si është ky muhabet? Jeni shumë të qetë. Ja bëni drejtuesit e lartë të partisë. Ja bëni po kjo dihet 2 mandate konsumon qeverinë dhe ikin vetë do bjerë ata tani është radha jon tani është me radhë po është me radhë siç filloi të thoshin tani po e hoqën shpejt atë para 2-3 muaj para zgjedhjeve thoshin është radha jon po ditë Saliu thoshte është radha jon thoshin të gjithë po për çfarë është radha jon se ne nëse ka një të keqe të madhe kjo qeverisi është korrupsioni që i bien ministra bashkëpunëtor ku diun e Edi Ramës dhe i vën burg tani është radha juaj që të ikin këta i duhet të vini para tjetër dhe pastaj erdhi Lasi Vitasi duke dhe u tha ore mos e thoni më këtë se është e turpshme.